Atëherë, vazhdoj me videon e fundit, me videon ku do shikoni shumë do me thënë shëmbuj që unë kastile nuk i dhash në pjesën e videove që të ishim të përqendruar këtu dhe kohën t'ja shtonim më shumë kësaj video për t'i parë entry që unë kam bërë në pjesën e backtestit. Pra, ky backtest përmbajti komplet 50 tregti. Filloi në dhjetor të 2022-shit me një pushim deri në janar dhe nga janari 2023-shit deri në janar të 2024. Pra është pothuajse një vjeçar si backtest me 50 tregti. Duhet të dini diçka. Ky rezultat nuk është një rezultat i vërtet i backtestit. Pse? Unë këtu nuk jam ruajtur që të bëj tregti me konfluenca dhe të bëj tregti që ta nxjerr strategjinë sa më mirë të jetë e mundur. Unë këtu kam tentuar që të bëj sa më shumë entry, që të shoh se cilat konfluenca dhe cila indikacione janë pro ose kundër kësaj strategjie. Pra, për të bërë një analizë më saktë dhe për të përjashtuar disa konfluenca të mundshme. Dhe nga kjo doli rezultati, dolën disa konfluenca që mos bëjmë entry dhe prandaj u bë dhe videoja paraardhëse ku unë tregova se ku nuk duhet të bëjmë entry. Pra, këtu janë bërë do me thënë tregti pa patur kujdes, do me thënë. Thjesht vetëm që të nxjerrim një statistik për sa i përket konfluencave. Dhe shkojmë me tregtinë e parë. Tregtia e parë është kjo. Besoj dhe në OBS duhet të dali. Kjo është tregtia e parë. Mund ta shohim qartë që kemi pasur manipulimin, kemi shkuar poshtë dhe kur kemi pasur i testin e qartë, kemi bërë entry dhe nga lajmet është kapur take profiti. Të shohim rastin e dytë. Dua të jem shumë i sigurt në qoftë se kjo po regjistron apo jo. Okej, në qoftë se e shohim dhe këtu është bërë manipulimi, i Asian Low, jemi kthyer, kemi bërë një super i test, nuk ka shkuar sipas analizës. Do ketë dhe raste që nuk do shkojë, do me thënë që s'do ketë asnjë arsye pse doli keq dhe do dali keq. Është pjesa e keqe, do me thënë, pjesa si themi e humbjes së strategjisë. Po ashtu kemi këtë rastin këtu dhe këtu njëjtë. Ne kemi pasur një manipulim, jemi kthyer, kemi bërë test dhe janë futur këtu pas retestit. Ka shkuar deri në gjysmë, këtu të them të drejtën nuk do ishte humbje, sepse në gjysmë unë ju rekomandoj të vini stop lossin në break even, por quaj humbje për hir të backtestit. Kështu që kjo është një tjetër shohim të radhës. Okej. Në qoftë se shohim, manipulimi është bërë edhe pse jo shumë i qartë se besoj që ka qenë 5 pip, po e marrim ne sikur ka qenë 5 pip. Kemi pasur i testin, por i testin nuk ka pasur një qiri bearish. Kjo mundet dhe të jetë një arsye pse kjo ka shkuar keq. Dhe më pas ka vazhduar continuation punën e vet. Shohim. Kjo, në qoftë se shikoni, konfluenca është pro trend, kështu që është e mira të bëjmë tregti që janë pro trendit. Atëherë, dhe më duke se entry është para se të hapet sezoni i New Yorkut, pra sezoni i New Yorkut është ky. Dhe
Në qoftë se e shohim, kemi bërë manipulimin, i cili është ky, jemi kthyer dhe këtë e kam quajtur retest. Pra, këtë këtu e kam quajtur retest. Ky është kthyer dhe ka treguar se vazhdon. Ka shkuar dhe njëherë, ka testuar limitet, ndoshta edhe për të kapur stop loss-e të tjera, dhe ka shkuar drejt edhe në take profit. Po ashtu dhe kjo është continuation, pra pro trendit, shkurt fare. Në qoftë se e shohim, dhe kjo shumë e thjesht, manipulimi ka ndodhur, në qoftë se e shohim, ka ndodhur manipulimi, është thyer, jemi kthyer me këtë qiri, kemi shkuar ta ritestojmë dhe është konfirmuar ritestimi. Dhe bëjmë entry, stop loss-i sipër manipulimit dhe take profiti është kapur me sukses. Kjo është no comment sepse nuk kam pasur gjë që ta shpjegoj. Okej, dhe në rastin këtu manipulimi ka ndodhur, nëse e shohim. Jemi kthyer për retest dhe qiriu e konfirmon që kemi pasur një vazhdimsi, domethënë e konfirmon retestin dhe shkon drejt dhe në take profit. Ja ku kemi rastin që kemi pasur një humbje dhe konfluenca është kundër trendit. Pra kundër trendit. Shohim, pra jemi kundër trendit, kemi pasur manipulimin këtu, jemi kthyer, kemi pasur këtë qiri bullish që tregon që retesti është kryer me sukses, ka shkuar më shumë se gjysmë e profitit dhe në këtë rast prap do ishte stop loss-i në break even, nuk do kishim humbje, po për hir të backtestit unë nuk e quaj si break even, po është thjesht një stop loss i kapur. Ja ku kemi dhe një tjetër tregti që ka qenë fitim. Ja ku ka qenë Asian low, është thyer Asian low, kemi shkuar sipër, jemi kthyer dhe këtu e kemi ritestuar. Pra ky është i vetmi qiri që na tregon që kemi ritestuar dhe jemi pak bullish. Kam bërë entry, ka shkuar në take profit. Dhe shumë tregti të tjera, domethënë, nga këtu, dhe nëse i shikoni me kujdes, unë i kam bërë 20 tregti, më pas 20, më pas 10. Dhe këto kanë qenë domethënë win ratio 47%, 40% dhe 40%. Pra, mund të them që nëse heqim pjesën kur kemi kapur stop loss-in, kur pretendohet të kishim stop loss-in në break even, po ka shkuar në humbje, normal që win rate-i do jetë akoma më i mirë dhe besoj do jetë nga 50 deri në 60% win rate. Jo, mos them 60%, më shumë se 60% nëse heqim dhe këto tregtit kundër trendit ose hyrje agresive në sezonin londines. Po këtë vetë do e kuptoni kur të bëni backtest për shembull të euro USD ose euro AUD. Tani un do e lej me kaq për sa i përket shikimit të tregtive, por keni kujdes nga konfluencat të cilat na kanë dalë negative, pra hyrja e agresive e sezonit londines 1, kundër trendit 2, dhe nëse e shohim shumicën e take-outeve në sezonin e New Yorkut e tjerë e kemi pasur nga lajmet. Gjithashtu dhe overextension, ja t'ja u shpjegoj dhe overextension, që është një rast që nuk mundet të vendosim tregti.
në momentin që marketi është shumë bullish, po shumë bullish, dhe ne na jepet konfirmim për buy, mos e vendosni se ka gjasa që të shkojë në të kundër, sepse është shumë bullish, është e tepruar, domethënë. Pra, shto edhe një tjetër, jo over extension, dhe kjo duke hequr këto tregti nga këto humbje, nga këto konfluenca që ne i kemi tashmë përjashtuar, rritet dhe win ratio, rritet dhe profit loss, gjithashtu ulet dhe numri i tregtive që kemi vendosur. Për sa i përket të tjerave, mundet i shikoni vetë, unë do e ngjis këtë file do e ngjis këtë file tek kursi dhe mundet i shikoni më me qetësi të gjitha tregtit.